Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 shpatat, temperanca, krye priftëresha dhe hëna. Ju po hyni në këtë javë me 7 shpatat, që do të thotë se nuk po i tregoni të gjitha kartat tuaja, le të themi. Ju ose po ruani një sekret, ose po vëzhgoni në heshtje një situatë përpara se të veproni. Ka diçka që nuk ju bind plotësisht dhe intuita juaj po ju thot të mos nxitoni. Temperanca ju kërkon ekuilibër, ju jeni mes 2 energjive. Një pjesë e juaja dëshiron të flasë, një pjesë tjetër dëshiron të presë. Dhe më pas kemi krye priftëreshën dhe hëna, të cilat e bëjnë shumë të qartë që kjo është një javë intuitive për ju. Mund të keni parandjenja shumë të forta, mund të ndjeni se dikush nuk po ju tregon gjithçka, mund të kuptoni diçka pa pasur prova konkrete, por kujdes. Hëna mund të krijojë edhe pasiguri, ankth ose dyshime. Nga ana intuitive unë do të thoja që ajo që ndjeni është e vërtet, por mos e lini frikën ta deformoj realitetin. Kartat këshillojnë se nuk duhet të reagoni menjëherë, mos u përfshini në paqartësira, mbani qetësinë dhe shikoni se si do të zhvillohen gjërat, sepse ju jeni më të fuqishëm kur heshtni dhe vëzhgoni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 9 kupat, 2 kupat, 2 monedhat dhe dielli. Në familje energjia ndryshon totalisht. 9 kupat dhe 2 kupat tregojnë harmoni, afrimitet dhe mbështetje emocionale. Ka një ndjenjë mirë kuptimi, mund të ndiheni të përqafuar emocionalisht. 2 monedhat tregon se ju po balanconi përgjegjësi, ndoshta mes familjes dhe punës, ose mes 2 personave që mund të kenë nevojë për ju. Dielli është karta më e bukur këtu. Çdo situatë që ka pasur paqartësi do të ndriçohet. Nga ana intuitive ndjej se familja është vendi ku ju rigjeni energjinë. Kartat këshillojnë se duhet të mos e mbani stresin për vete. Ndani ndjenjat tuaja me dikë të afërt dhe të besueshëm. Një bisedë e sinqertë do të sjellë qetësi. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 6 kupat, djalli, 8 monedhat dhe asi shkopinjve. Dashuria kjo është një sferë shumë intensive për ju këtë javë. 6 kupat tregon rikthim. Mund të rikthehet një person nga e kaluara, ndoshta në mendimet tuaja, ndoshta realisht, ose ndoshta ju ndjeni nostalgji, ose po mendoni shumë për dikë që ka lënë gjurmë të thella në jetën tuaj. Por kjo nuk është thjesht një nostalgji, është një lidhje me rrënjë emocionale. Më pas kemi djallin, dhe kjo është një kartë shumë e fuqishme. Çfarë tregon djalli? Djalli tregon pasion të fortë, varësi emocionale, lidhje karmike, tërheqje magnetike që është e vështirë të shmanget, si tip fiksimi. Ju mund të ndiheni të tërhequr fuqishëm, por edhe të friksuar. Mund të ketë xhelozi, mendime obsesive ose ndjesinë që nuk e kontrolloni plotësisht ju situatën. 8 monedhat ju thot diçka shumë të rëndësishme. Kjo lidhje nuk funksionon vetëm me ndjenja. Kjo marrëdhënie kërkon punë, kërkon maturi, kërkon përpjekje të dy anshme. Dhe më pas kemi asin e shkopinjve, që tregon një fillim të ri pasionant. Kjo është
një shkëndi, mund të jetë një mesazh, mund të jetë një takim, mund të jetë një rilindje e dëshirës. Ka një zjarr pasionant në dashuri dhe ju po përballeni me një lidhje që nuk është e zakonshme. Kjo histori në dashuri ka pasion, por ka edhe karmë dhe ju mund të tundoheni të riktheheni vetëm nga ndjenjat, por Zoti ju kërkon vetëdije. Pra nëse jeni në një marrëdhënie mund të ketë tension pasioni, por edhe nevojë për rregullim. Duhet të flisni hapur për kufit dhe frikërat. Pra mos lejoni manipulime emocionale. Nëse jeni vetëm, një person nga e kaluara ka shumë gjasa të komunikojë, ose një lidhje e re mund të ndizet shumë shpejt dhe shumë fort, por duhet të pyesni veten, a është kjo dëshirë afatgjatë apo është thjesht një zjarr kështu momental kalimtar, sepse duket që ka shumë pasion. Nga ana intuitive, unë ndjej se duhet ju them që ju e dini në zemër nëse kjo lidhje ju fuqizon apo ju dobëson. Kartat këshillojnë të mos hyni në asnjë lidhje me mungesa, me mangësi thelbësore flasim, sepse perfeksioni nuk ekziston në këtë botë. Në të kundërt, kjo botë do të quhej parajs nëse të gjitha do të ishin okay. Pra, mos hyni pra në marrëdhënie të cilat ju shterojnë. Duhet të hyni në marrëdhënie nga plotësia. Kalojmë tek puna. Në punë kemi perandorin, 3 monedhat, 10 kupat dhe 3 kupat. Në punë kemi stabilitet dhe sukses të dukshëm. Perandori tregon që ju jeni në kontroll, ose mund të jetë edhe një eprori juaj në punë. Megjithatë, mund të merrni edhe ju ndoshta një rol drejtues, ose të ndiheni më të sigurt në vendimet tuaja. 3 monedhat tregon bashkëpunim. Ju nuk jeni vetëm, dikush vlerëson aftësitë tuaja. 10 kupat dhe 3 kupat flet për sukses që sjell gëzim real. Mund të ketë lajm të mirë, vlerësim ose arritje që ju mbushin nga ana emocionale. Nga ana intuitive ndjej se nuk duhet ta nënvlerësoni veten. Të tjerët ju shohin juve si më të fortë se sa ju e mendoni veten. Kartat këshillojnë të merrni iniciativa, të organizoni, të udhëhiqni, sepse kjo javë ju favorizon shumë nga ana profesionale. Pra, me pak fjalë, nëse keni një ide, një plan në punë, duhet ta vini në jetë, duhet ta realizoni, sepse jeni të favorizuar. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Strength. Forca ose kolona mund të përkthehet. Çfarë nënkupton Prism Oracle për ju? Forca për ju këtë javë nuk është që të luftoni bababum me shpata. Është të kontrolloni emocionet. Pra, ju do të tundoheni nga djalli në dashuri. Ju do të dyshoni në gjendjen personale me kartën e hënës. Ju do të heshni dhe do të vëzhgoni me 7 shpatat në gjendjen tuaj personale. Por forca juaj është të mos reagoni në mënyrë impulsive. Pra, qëndroni të qetë, mos e lini pasionin t'ju verboj në dashuri. Besojni intuitës dhe veproni me maturi, sepse kjo javë është një provë e butë për vetë kontrollin tuaj. Paçim!